Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori, si dhe shpallën në kërkim për veprat penale, shkatërimi pronës me eksploziv, kanosje dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit në ngarkim të shtetasit DG, 54 vjeç, banues në Lezhë, pasi dyshohet se i ka vendosur lëndë plasëse në automjet shtetasit MG, 57 vjeç. Policia vion punën për gjetjen e tij. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, Sarandë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin ED, 21 vjeç, banues në Sarandë, i cili duke drejtuar mjetin, ka përplasur një automjet dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Nga verifikimet rezultoi i papajisur me leje drejtimi. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë për veprat penale, dhunë në familje dhe përndjekje, shtetasin KP, 45 vjeç, banues në Himar, i cili ka përndjekur dhe dhunuar psikologjisht në mënyrë të vazhdueshme ish bashkëshorten e tij. Materialet procedurale u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, pasi në lagjen Ujë Ftohtë Vlorë, automjeti që drejtoi nga shtetasi VL, 20 vjeç, banues në Vlorë, është përfshirë nga flakët dhe përpasoj është djegur plotësisht. Nga zjarri nuk ka persona të lënduar. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një defekti teknik, gjatë kohës që automjeti ishte në lëvizje. Grupi hetimor, në bashkëpunim me prokurorin, vion punën për përcaktimin e saktë të shkakut të rënies së zjarrit.